Imam Tahawi, Allahu më shëroft, në vazhdim të vargjeve të akides së tij, pasi përmend fuqinë e plotë të Allahut Madhëruar për të treguar se cilësitë e tij janë të hershme pa fillim, siç është edhe vetja e tij, shton ndër të tjera dhe thot: "Wa kullu shay'in ilayhi faqir", që do të thot dhe gjithçka për të ka nevojë, domethënë për Allahun, Zotin e botëve. Ky është një tjetër argumentim i autorit në lidhje me hershmërinë e cilësive të Allahut Madhëruar dhe tashmë nëpërmjet nevojës së vazhdueshme të krijesave për Zotin e tyre. Dhe kjo sepse krijesat siç kanë ardhur në ekzistencë nëpërmjet fuqisë së Allahut Madhëruar, ato nuk mund të vazhdojnë dhe nuk mund të qëndrojnë veçse me të, dhe kjo është siç ka thënë Allahu Madhëruar në Kur'an: "Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah", o ju njerëz, ju jeni nevojtar për Zotin tuaj. Jeta juaj, risku juaj, udhëzimi juaj dhe gjithçka juaja është në dorën e Zotit tuaj dhe varet prej tij. Dhe po ashtu thoshte profeti ynë sallallahu alaihi wasallam: "Inna Allaha la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam." Allahu nuk fle dhe as nuk i takon atij të flej, sepse po të ndodhte një gjë e tillë, kush do kujdesej për krijesat e tij. Dhe po ashtu i thoshte profetëve të tij, Musait dhe Harunit: "La takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara." Mos u friksoni në rrugtimin tuaj për të faraoni, sepse unë jam me ju, dëgjoj dhe shikoj. Kështu nevoja vazhdueshme e krijesave për Zotin e tyre kërkon një përsosmëri të vazhdueshme tek ai, dhe prandaj cilësitë e Allahut Madhëruar janë të hershme pa fillim, siç është edhe vetja e tij.